zotin Bujar Ferhati si poet dhe gazetar I shuar I medias kombëtare. Zoti Bujar, përshëndetje, kënaqësi të kemi sonte këtu. Tani, doja nga ana juaj të na tregojë një histori personale të karrierës tuaj si poet, po ashtu dhe si gazetar I shuar. Tani, unë kam vite, dekada në këtë profesion, të cilët e kam dhënë ti. Edhe gjatë viteve e kam punuar. E kam dhënë në botime të ndryshme. E kam filluar me gazetari. Gazetaria ishte në fillim në qytetin tim, se vi nga Shkodra, në jetën e re, por shumë shpejt eca edhe në Tiranë, sidomos në Gazeta Bashkimi. Ka qenë një organ tepër I lartë, tepër I fuqishëm kombëtar. Faleminderit bashkëpunimet edhe me Radio Tiranën. Faleminderit edhe me mjaft gazeta tjera se duan përmendur shumë, të cilët pëlqyen diçka që quhet dell shkodranisht, ose atë që quhet prirje, talent. Këtë e kam treguar edhe në fabulat e mia se kam pasur qejf të shkruaj mjaft edhe në këtë fushë, në këtë gjenim. Botimet në Hosteni, e tjerë. T'jemi sinqert, talenti është diçka e lindur, diçka dhunti që prindrit, geni e transmeton. Dikur për çudi që në shkollë të mesme, duke kam pas shumë qejf shkollën, sepse nuk më tërhiqte ajo lloj shkolle që kisha. Degë elektrike. Po e shu ishin prirje të dikurshme të shtetit që kishte disa pikpamje dhe kërkonte me njerëzit të transmetonte atë që dëshironte interesi I tij. Unë kishe prirje tjera. I çfaqa me kalimin e kohës dhe viteve. Bashkëpunimet sidomos në Shkodër me disa figura, me disa kompozitor, me disa gazetar, me Radio Shkodër, me disa më dhanë, jo pak shtus, jemi sinqert. Por kishin nevojë edhe për njerëz që ishin pak pikant, si që gjuanin, që konceptonin edhe diçka që quhet reale, e natyrshme, që kishim nevojë. Unë e kishe këtë natyrë, këtë dhunti, ta thuaja problemin. Pra nuk ishte thjesht vetëm për të bërë një fuqë. Natyra, tipi, temperamenti. Sidomos me kalimin e kohës, bashkëpunimet në Tiranë, me revistat Hosteni, me gazetat Bashkimi, me gazetën Puna. Në dhanën, jo pak shtys, Radio Tirana ishte mjet vërtet mjaft e këndshme, me gjithse e kujdesshme, mjaft e kujdesshme, ishin pesha, kishin njerëz shumë potent, të cilët me të vërtet dinin, edhe ishin pesha të mendimit sa intelektual, aq edhe të përparuar qytetar, por njëkohësisht duke ruajtur edhe standardet e tyre. Kaluan vitet, botimet vazhdimisht. Është pak vështirë të flasësh për veten, sepse duket që kur po mburremi. Po ne kemi kaluar, flasin vitet flasin. Kam botuar jo pak. Shumë. Kam krenari. Kam botuar, por kam edhe punuar, sepse shikonin kush. Disa media dhe na afronin me qef, kishin, por kemi edhe marrë diçka, jemi të sinqert, ti themi hapur, nërshmërisht. Thoj disa që nuk është, jo është, duhet, e ka dhënë Zoti, edhe leku. Unë e kam shkruar artikull, kur s'ke lek nuk han kek. Kështu I kam shkruar, ose tjetër, të peshojnë kuletën, të vënë etiketën. Pra, në rast se ke kulet, je I mirë, s'ke kulet, s'duhet gjë. Kam pasur shumë pasion, jashtëzakonisht, poezi edhe për fëmijë, poezinë edhe për të rritur, fabulën sidomos jashtëzakonisht, edhe për fëmijë edhe për të rritur,
e tjerë, disa gjëra, të cilat çdo herë mi botonin me shumë lezet, pëlqenin gjetjen. Mirë po gjetja ishte diçka e veçantë. Janë disa veçori karakterit, si kanë gjithë, po si e kap, natyra, temperamenti, dhunti, unë e kisha, fati im, Zoti ma, sikur me ka dashur më shumë, t'jemi sinqert. Për shembull, kur botova për herë të parë në Osteni, më thonin, bujar, shumë e bukur vete ke ba, po shumë figura potente, shumë Dionis Bubani, Dritëro Agolli, e disa tjerë se duket sikur, ta që edhe njëherë të përmendi të shesim mend, po janë realitete, edhe botova, fabull mjaft e bukur. Vete ke ba, me thote mu, ke parasysh ti, kush Dritëro Agolli. Sepse nga njëherë, rrinte edhe ai në zyrë, ata kokat, bisedonin, po, ku prezentova u njofta, po, dhe pa ta e panin shpejt, se ju bante për shtypje, ata e panin për shuar, edhe e kuptuar që bujari nuk e ka diçka që quaj e kopjuar ose diçka, e ka të natyrshme, e ka të vetet. Për çfarë bën të fjalë botimi juaj i parë? Po, e quaj vaji i korbit, vaji, ose i qarit, lotët, kupton? Një fabull pikante, mjaft simpatike, pakte kështu na duke ne, kështu me thonin kolegët, po kështu me thonin edhe disa që i kisha edhe pak kundërshtar, se gjithmonë është ajo lufta brenda llojit. Ta themi sa për sugjerim, ke qef dëshirë? Patjetër. Kur e vran Sorkaven, në buzët të Jazit, korbin nga gëzimi, sa nuk shkrije gazi. Po kur vran një ujk në mes të luavit, korbi kret pa pritur ja nisi të qarit. Shkejtha një ketër, a ishte i lik, për Sorkaven që ishe ujkun qanomik, ofshajti korbi, qaj me lot, nga sofra ujkut, kërma kisha plot. E kuptoni atë nocionin bazë, se jetonte në bazë, Unë e kuptova, për shikuesit tanë. E kuptojnë, doja lejmë atyre, e kuptojnë. A shumë mirë. Pra gjërat e tilla, unë doja mjaft. Fort do t'je karakteri. Nisa të botoj edhe jashtë, sidomos në Kosovë. Me ndryshimet demokratike, t'jemi sinqert, na erdhen edhe gazetat kosovare këtu, Rilinja. Kam bashkëpunu jo pak. Kam bashkëpunu edhe me Maqedoninë, me revista Qelmonizëm, sidomos për fëmijë, kërkonin mjaft, i pëlqenin, se doshtin diçka të natyrshme shqiptare. Unë tha që edhe njëherë turp kërkoj njes, burrisht, se po duket sikur po lëvdoj shumë veten. Jo, absolutisht. Po jo, janë të natyrshme. Ecën koha, botova jo pak. Bashkëpunim me televizionin shqiptar, emision me Zdarina Kuken bashk, bënim prezentim, pëlqesim, e kam natyrën pak, jam pak si ti i futur, pak si natyrë i qiltër, i këndshëm kështu. Merë dhe gazi, se duket sikur jam vetes më shumë, po ky jam. Edhe në erdhen, edhe nisën kuptimin hapje tona, hapje zhvillim, tjetër botë, tjetër psikologji, tjetër. Me Rilinjen thash, jashtë zakonisht bashkëpunim. Edhe Rilinja ka qenë një gazetë mjaft e hapur, sepse kosovarët me të vërtet ishin në luftë, por shkonin e vinin në përbot, ishin hapur, kishin kriju një tjetër koncept për jetën. Ne se kishim, ne ishim më ndryshe, ishim më të tjetër, pavarësisht se thonin kështu. Jashtë zakonisht shkëlqyshëm me gazetarët, me stafin, me drejtorët, me to kishin përshtypja, u kriju. Bilet të përmend shumë edhe shumë emra bëhet njeru si i bezdisshëm, megjithse e meritojnë disa. I janë borxhli për afrimitetin edhe konceptimin e mirëqenies, pra edhe të asaj që quhet marrëdhënie me lekun.
Si konkluzion, eca edhe botova mjaft. Kishte ardhur kohë për të bërë një libër. U vendos nga Odise Grillo, Adelina Mamaci, ishin disa dikur që ishin liderit e letërsisë për fëmijë. Unë botoja mjaft. Edhe thonin, bëne një libër për fëmijë se e ketë nevojshë. Kanë folur disa herë në televizor, edhe në Monizë, edhe për mua. Mirë po ishin gjërat beqara, ishin disa shumë potenta të letërsisë kombëtare për fëmijë, kombëtare. Unë kisha njësin mjaft të mirë, të këndshme, i respektoja shumë. Edhe si mas shtysës edhe orientimeve të tyre, ato me thonin Bujar, në kuptimin e mirë të bësh një libër me fabula, të zgjedhura për fëmijë, ose të përgjithshëm të krijosh idenë. Unë vendosëm me ba një libër me titull Ku e kishte Gala Halli, libri i parë. Që në titull ka diçka tërheqëse. Ku e kishte Gala Halli? Sidomos për fëmijët ka ç'është gala, disa ku e kishte halli. Kureshtja. Kureshtja, bravo. A shikon se një gazetare e mirë din ta konceptoj, një gazetare e gjetur, se ka dhe gazetar këtu veç politikë dhe raportasin kot zhurmojnë. Shumë faleminderit nga. Ose disa në kuptimin analist që nuk din asgjë. Vetëm Berisha, Rama edhe raportasin. Jo. Jeta nuk është vetëm Berisha, Rama. Jo. Ne duam zhvillim tjetër. Le të nisim nga historia. Po bravo. Si konkluzion u bë libri me shpinë botuese Toena. Mjaft simpatik, mjaft i gjetur, bëra 1000 kopje. Irina Toçin, Fatmir Toçin që ishin fillim. Çuditërisht mu kërkua shumë, isha në Shkodër, në 97-ën. Në për shkolla u kërkua shumë. Për arsye, sepse ato që ishin të qendrës arsimore të qytetit e dhanin urdhër të bëhej hartimin e për shkolla, sepse pëlqehej originaliteti, konceptimi, forma e asaj që kam shprehur, që kam thënë unë. U shitën, fola me Irenën, u bën edhe 2000 tjera, 3000 kopje. Një po ishte një çudi e madhe, 3000 kopje të shiteshin në qytetit. U shiten, ndeshti Zoti i Madh. Unë nuk e di pse, ja. Si konkluzion, me kanë marrë edhe jashtë. Me kalimin e kohës, prap bëra një libër tjetër, me vjersha. Kur busqesh një voglush, 1500 kopje, u shit, kishte fituar emër jo pak. Në gazetari këtu nuk e harroja, për arsye se kishe shumë qef. E doja ishte imja, diçka imja, televizionet jo pak. Shpejt, në televizionin e Shkodrës, u hapen, Shkodra TV1, Rozafa, edhe një tjetër pak më vonë. Mua me morën si redaktor, thash edhe njëherë kishte disa gjëna edhe, fëmijët donin me lujt meq në mënyra se si e konceptoja marrëdhëniet me ta. Pse? Edhe më thonin kështu, Xhaxhi Bujar, unë e di ku e kishte Gala Hallin, ku me zemër, ku e kishte? Duke ecë rrugës e duke më thanë, Xhaxhi Bujar, la Kuriqi gënjeshtare, di Xhaxhi Bujar, la Kuriqi, e qa ka la Kuriqi? Unë i gërgit që pak, doshe me lujt, ose i thoshe po bravo, i thoshe e pse i thoni o zënjër sorra top modele, ke bërësir, a thonë sorra top modele, mirë po disa fëmi, botë të tyne, ato e ka sorra, a mund t'jetë top modele sorra një, ke bërësir, një e lodhër, si konkluzion, pata sukses, t'jemi sinqerë. Ecin koha, ecin vitet, bashkëpunimet si harroja me gazetat, me Tiranën domosdo, me televizionin e qytetit tim punova disa vjet, edhe banim një emision
Unë bëjë një emision, tash do bëj për fëmijë, me titull Jemi edhe ne. Jemi edhe ne. Edhe kush ishin? Disa që ishin fëmijë, 10 vjeça, 8 vjeça, 9 vjeça, 12 vjeça, 15 vjeça, 13 vjeça, jemi edhe ne. Ata dhe kashatën e bukës, nuk din të hanë taman si duhet, por kishin qef, jemi edhe ne. Me kalimin e kohës, vëzhgime për plot, kronika për plot, bashkëpunime me Radio Tiranën, bashkëpunime me televizionin, problematikat e sensit politik jo pak, sepse unë i kam kapur këto, i kam pasur. Asnjëherë i ngjyrosur. Asnjëherë. Këtë e kam trashëguar edhe në prindrit, e thaqa dhe përpara. Një libër tjetër, Biri i maleve, me përqej të bëja një legjendë të bukur, e cila kishte të bënte me ne, me kombin tonë. Qa kemi diçka të veçantë ne, si kom, shqiptare. Kemi diçka që quhet krenari kombëtare. Unë e bëra një. Doli mjaft simpatike e ngjyrosur, bashkëpunimi me disa piktorët më të mirë kombëtar, sepse pëlqenin bashkëpunimi me njëri tjetrin. Edhe njëkohësisht mjaft simpatik edhe ai me toenin, ushit në mënyrë kështu me lezet. Unë i knaqur. Ecën koha. Bashkëpunime plot. Në festivale për fëmijë për shembull, ka bërë mjaft këngë, por festivale edhe për të rritur. Bashkëpunime jo me pak kompozitor, me pesh, pse? Pëlqenin fabulen, mendimin. Për shembull janë disa emra Tiç Daia, Pjetër Gaci, Mont Xhulali, Avni Mula, e disa tjerë i kam pas, edhe miq mjaft të mirë. Një pjesë rrojnë, një pjesë edhe nuk rrojnë. Gjithmonë në qendër të vëmendjes fabula e saj që quhet domethënie. Qa? Mirë po fëmia ka kënaqësinë, qa i thu, qa i lën të pjata, pra, qa i servir, qarë gjetje të ke. Unë e kishe këtë vëndim. E kam edhe sot, vazhdoj. Si konkluzion, bashkëpunime edhe me malin e zi, sepse kishe miq të mirë që e dinin, e kuptonin edhe donin që unë ta transmetoj. Një tekst mjaft simpatik me lini mendimi me një nga këngëtarët më të mirë, Shaban Xhekaj. Shaban Xhekaj është këngëtari popullor më i miri shqiptar në Maltezi, që shquhet. Një ditë rastisht te Rozafa, ulem po pim kaj kafe, e shofur, ja afrohem afër. Edhe i tham, zoti Shaban, si të kam? Me një gazetar e me një shkrimtar po flet. Ai me qenë. Mirë po ishte një këngëtar i veçantë me dhunti, edhe ai ka dhunti të veçantë këngën popullore. Ja tregoj tekstin unë. Unë tham deshte me ta dhanë një kafe, jo tha në asnjë mënyrë do me ta dhanë tha unë, se po më pëlqej ka jashtëzakonisht atë teksti. Titulli, por si vllai motër, pra Ulqini me Shkodër, kupton? Si gjetja, ai e mori me qejf shumë, e kompozdoi në Ulqin, sepse i pëlqente jashtëzakonisht domethënia, edhe e kënonte vet. Ato e kënojnë edhe sot. Çuditërisht shkodranët e mi jo shumë. Unë tashi duhet jemi sinqert edhe ta them hapur. Pse shkodranët e mi nuk i kënojnë shumë këto gjërat? Ka diçka? A rrim ta konceptojmë njëri tjetrin ne? Ka diçka të veçantë shqiptari? Diçka. A kemi diçka për njëri tjetrin ne që quhet pak xhelozi? Unë bile kam shkruar edhe artikull. Shqiptar për shqiptari apo shqiptar për gojtari? Si jemi ne? Pra, kemi diçka pak të vështirë. Ndoshta e trashëguar në vite dhe dekada si pa kuptuar. Ecën koha.
Erdhe në Tiranë, kisha shumë qef. Pse? Gjeja vetëm, kënaqësi të papar. Me disa figura, me disa këtu, jashtëzakonisht Avnimulen, Aleksandr Lalën, Edmond Zhulalin, e disa tjerë. Jashtëzakonisht Nikolin Gurakuqin, regjizorin e operës së baletit, mjaft mik. Është fis Shkodran, por ish pesh e madhe, është aman brumi. Shumë gjëra, shumë botime, shumë pasuri e cila me afron. Edhe sot një e kënaqësi, pavarësisht se vitet e bëjnë pak si pa dashur të veten. Fillon ka pak edhe gërsasin kockat. Kupton? Kuptova. Marrëdhënie mjaft të mira me një kategori, me shumë gazeta, me shumë ke parasysh ti kanë qenë, me shumë duhet të lëvdoj një pjesë të madhe. Botime, se erdhen shumë gazeta në kuptimin e mirë, demokraci, hapur, kërkonin botime jo pak. Qef. Një gjë e cila këtu na bëri përshtypje. Hapja televizioneve. Televizionet lokale këtu filluan të bëhen si hermetik. Morën një kategori, i futën gjoja si talente, jo se s'ka, ka. Por filloi një luftë e egër brenda llojit. Tashti unë botoj jashtë, të botosh në Itali fabull, tani si mund të barazohesh me një që nuk din të shkruaj një rresht, ose me një deputet që nuk arrin të bëj ke parasysh një shkrim të vërtet të kohës modern që quhet vlerë intelektuale e të me bëj ligjin peshoren për jetën time, a mund të aduroj? Jo. Ne kemi shumë gjëra të çuditshme, i kemi, janë tona. Tani unë shtroj një pyetje nga koha, nga jeta, janë pak të vështira, jam koshient këto që i flas. Që në fillime, kam bërë çudi, edhe e kam thënë edhe e them edhe sot. Po si mund bëhet një komunist sekretar partije Kry Demokrat? Po kaq të trash, kaq të çuditshëm. Jemi real, të themi gjëra. Duhet. Koha si pranon. Realiteti do na që quhet vlerë e vërtet. Mua me kënaq qiltërsia e mendimit që të shfaq. Kanali televiziv që me të vërtet duhet respektu edhe duhet thënë se i fuqishëm. Janë disa tjerë me bëjnë njëshin, duke bërtit, që bërtet mua. Po unë dua që quhet vlerë, pesh, qashaf. Mirë po ja, kështu jemi ne. I kemi disa gjëra. Doja të pyesja, së fundmi, Po. kemi ndonjë botim? Po ka. Si konkluzion bëra dhe 6 libra kam botuar. Një më ka fitu çmim me Dubai, ja këtu në hijet të monumentit që na kanë bërë dhurat Dubai, edhe një me Kuwaiti. Me ka fituar çmim. Ma kanë bërë dhurat. Ato mi kanë bërë. Mirë po ne kemi turpe marrë ti thuash dikuj pensionit që sharake. Po pse? Na hoqen nga puna, po pse? Pse ne e thore unë kisha kurajet të thoje hapur mendimin. More ti, mos e prish uzinën e telave, shta kalan baba, shta kalan gjyshi. I thoja kuj? Liderit, partis. Kuj parti? Demokratike pra, naivitet. Po pse i prish? Pse unë kam forcën e asaj që quhet vlerë, fuqi, shpirt intelektual, edhe e çoj zanin për këtë problem. Pse unë, pra këtë gjëra ka ndodhur të ne, edhe vazhdoj. Pse prish? Si konkluzion, kam edhe i sasi jo pak, jo të vogël libras, që pres t'i botoj, po ko t'i marrin parat. Sot shtëpitë botuese janë shumë të interesume se dojnë punë, dojnë të marrin
Po mirë më se nuk din të japi. Po ne, a marri punën krijuese e bëj unë? E kam gabim? Valla ishte shumë i qartë. Të falenderoj shumë për këtë bisedë. Unë kënaqem, ju uroj ju për këtë lloj formë komunikimit edhe për këtë intervistë kaq të hapur që unë asnjëherë se kam njerë kaq të bukur siç e keni bërë ju për mënyrën e konceptimit që bëhet. Ju falenderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.